Policia e Gjirokastrës ka sekuestruar 450 kg marijuanë, ndërkohë që ka vënë në pranga 2 transportuesit e saj, mes tyre një femër, si dhe janë shpallur në kërkim 2 persona të tjerë. Operacioni është zhvilluar në aksin rrugor Gjirokastër Tepelen, pranë vendit të quajtur Subash, ku janë arrestuar 24 vjeçaria G. Fejzaj, e dyshuar si pjesë e këtij trafiku, dhe Mirjan Muhmataj, 31 vjeç, të dy nga Vlora, ndërkohë që janë shpallur në kërkim dhe 2 persona të tjerë me inicialet L, T dhe OD. Një konflikt banal midis bashkëmoshatarëve në qytetin e Durrësit ka bërë që 3 të rinj të mbeten të plagosur nga goditja e thikave. Ngjarja ka ndodhur pranë stadiumit të qytetit bregdetar, ndërsa mësohet se 3 të plagosurit, identitetit të cilëve nuk bëhet i ditur, janë dërguar në spital ku po marrin ndihmën e nevojshme. Policia ka bërë të mundur arrestimin e 2 autorëve të ngjarjes, përkatësisht shtetasit Hagi dhe Isnado Domi, 15 dhe 18 vjeç, ndërsa në cilësinë e provës materiale është sekuestruar thika dhe një motor. Një 60 vjeçar është aksidentuar nga një motociklet në aksin rrugor Lezhë-Ishull. Mësohet se i aksidentuari Preng Vorfi është përplasur në momentin që po kalonte në anën tjetër të rrugës. Menjëherë është bërë i mundur transportimi i 60 vjeçarit në spitalin rajonal të qytetit për të marrë ndihmën e parë mjekësore, nga ku mësohet se është në gjendje të rëndë për shkak të plagëve të marra në kokë.